Saj që zhbllokohen institucionet në këtë rast Kuvendi i Republikës së Kosovës, ju e dini që kryeministri Kurti ka dërguar ftesë dy partive opozitare, por po e shohim që LDK-ja ka qëndrim kundër, duke i ditur se nuk po ka kriter LDK-ja që takohet me Porfirien, shovinistin më të madh serb, i cili menjëherë pas takimit me nënkryetarin e LDK-s shkoi në Rusi, ndërsa nuk ka asnjë mundësi që të ketë takim me kryeministin Kurti për zhbllokuar institucionet të cilën po kërkon kryeministi Kurti. Tashmë ju e dini që ka takim me Partinë Demokratike dhe të presim që legislativi të zhbllokuar dhe takimi kryetarin e Kuvendit në këtë rast Albulina Haxhi. Jo, unë mendoj që është duke u diskutuar që zhbllokuar i vetmi institucion. Jo, unë po flas për institucionin e legislativit sepse kjo është hapi i parë që të kalohet në fazën e dytë krijimin e qeverisë. Nuk e di, unë veç mund të them që dy partitë më të mëdha opozitare, njëherë është dërguar Lidhjes Demokratike të Kosovës më herët, tash edhe Partisë Demokratike në këtë dje pra, por po shohim që LDK-ja nuk ka dëshirë të takohet, se lejmë të diskutoj për çështjen e zhbllokimit të institucionit. Ktu po shihet se për çfarë parti institucionaliste e kemi LDK-n, duke ditur se çfarë në kohën e Isa Mustafës ka pas edhe më shumë kundërshtime mes lëvizjes vetëvendose dhe LDK-s, dhe prap ka arritur të kemi një koalicion dhe ka pas edhe takime, ndërsa sot kemi një kryetar i cili nuk dëshiron të takohet me kryeministin Kurti në asnjë formë.